Më 11 mars janë hapur aplikimet për kredit buta, ku 90 kuota janë marrë nga Ministria e Brendshme. Për këtë vit nga ndarja që është bërë nga Ministria e Brendshme, vetëm 25 efektiv policie nga 12.000 në total do të kenë mundësinë që të marrin kredit të butë. Pra këtë vit vetëm 0.002% e punonjësve të policisë mund të marrin kredit të butë, e thënë ndryshe, 1 në 500 polic do të përfitojnë kredit të butë. 15 kuota do të ndahen për gardën, 10 për AMP-n, ndërsa 40 kuota të tjera do të jenë për aparatin përbërës të Ministrisë Brendshme dhe institucioneve të varësisë. Aplikimi për kredit butë do të bëhet në portalin e-Albania, pasi në bazë të disa kritereve do të bëhen edhe pikët se kush përfiton dhe më pas del në komision. Praktikisht një nga institucionet më të mëdha në vend, Policia e Shtetit, që ka në organikën e saj 12.000 punonjës, duhet ketë edhe numrin më të lartë të kuotave. Madje kur u bën ndryshimet në ligj u deklaruar që përfituesit më të shumt do të jenë punonjësit e policisë. Ky është viti i tretë që përfitohet kjo kredi. Në 2 vitet e para vëmendja dhe fokusi ka qenë te Policia e Shtetit. Pra në vitin e parë 100% e kuotave i kaluan këtij institucioni, ku rreth 100 punonjës policie në vitin 2023 përfituan nga kredia e butë, ndërsa në vitin e dytë u ndan mes Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Policore në total rreth 300 kuota. Ndryshe nga vitet e shkuara, kur pjesë e Komisionit të vlerësimit të aplikimeve ka qenë edhe një zyrtar nga Drejtoria e Policisë, kësaj here komisionet e vlerësimit drejtohen nga Ministria e Brendshme. Siç mëson News 24, ajo që vjet re është fakti se në komisionet e vlerësimit të aplikimeve përfshirë edhe sekretariatin teknik në mbështetje të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, edhe mbështetësit e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave përbëhen vetëm nga punonjës të ministrisë dhe nuk ka në mesin e tyre asnjë emër nga institucionet përkatëse përfituese të kuotave.